Edhe pse keni kaluar në dritë të gjelbër, por për shkak të kolonos keni mbetur me automjet në kryqëzim, nuk do t'i shpëtoni gjobës. Kundërvajtja do të regjistrohet dhe do të duhet të paguani gjobë prej 45 eurosh në kundërvlerë denarësh, sepse si shofer është dashur të vlerësoni nëse mund ta kaloni kryqëzimin apo jo. Me vlerësimin e gabuar keni shkaktuar bllokim të trafikut. Lajmi i mirë është se sistemi Safe City nuk do të regjistrojë këtë kundërvajtje si kalim në dritë të kuqe, siç ishte rasti në fillim, për të cilin parashihe edhe marrja e patent shoferit. Првично камерите ви идентификуваа како да сте поминале на црвено, зошто заради тоа што ве фаќаат во опсегот на забрането движење и покрај тоа што сте влегле на зелено, но тоа го отклонивме и повеќе нема да има повеќе тој прекршок нема да биде констатиран како поминување на црвено со забрана, туку ќе биде констатиран како угушување на крстосница, кој што дополнително ќе го внесеме во рамки на Safe City. Sa mund t'i njoh Safe City shkelësit e vërtet të ligjit, ministri thot se sistemi i përsosur nuk ekziston, por shton se gabimet që paraqiten do të korrigjohen gradualisht. Çdo qytetar që mendon se është dëmtuar ka të drejtë të ankohet në stacionin më të afërt policor. Во одредени полициски станици на граѓаните им било кажувано не сме ние надлежни, треба по место на живење, по место на регистрирање на правно лице и така натаму. Тоа не е точно. Полицискиот службеник е должен, без оглед дали е во полициска станица во Гевгелија, во Делчево, во Берово, во Дебар, во Скопје или било каде. Кога граѓанин ќе дојде во рамки на полициска станица и ќе донесе документ, каков и да е, да го прими документот. Должен е. Toshkovski paralemëroi se në të ardhmen, sistemi do të përmirësohet dhe kamera do të regjistrojnë parkim dhe ndalim të parregullt të automjeteve, diçka që ishte parapar në fazën e parë, por ende nuk funksionon. Aktualisht, Safe City regjistron shpejtësi të tepërt, kalim në dritë të kuqe dhe drejtim të automjetit pa regjistrim.